Të dashur vëllezër musliman, autori Ebu Ja'far at-Tahawi, Allahu mëshiroft, thot: "Wa aslu al-qadari sirrullahi ta'ala fi khalqih." Kaderi është sekreti Allahut të lartësuar në krijesat e tij. Atë nuk e di as ndonjë melek i afruar tek Allahu dhe as ndonjë pejgamber i dërguar. Allahu i lartësuar ca njerëz i ka udhëzuar dhe disa i ka lënë humbje. Disa i ka bërë të pasur dhe disa të varfër. Disa me pushtet e disa pa pushtet. Disa lindin e disa vdesin. Disa kanë jetë gjatësi dhe disa bëjnë jetë të shkurtër. Të gjitha këto ndodhin me caktimin e Allahut të lartësuar. Dhe këto gjëra, thelbi i tyre është sekreti i Allahut të lartësuar. Se përse Allahu ca njerëz i ka udhëzuar dhe ca i ka çuar humbje e di ai. Nuk diskutohet që ka qëllime të larta. Ky akt që ka bërë Allahu i lartësuar është i lavdishëm. Allahu i lartësuar është i lavdëruar për të. Aktet e Allahut janë krejt të lavdërueshme ose drejtësi. Ose të lavdërueshme ose drejtësi. Ose mirësi ose drejtësi më saktë. Krejt aktet e Allahut të lartësuar janë të lavdërueshme. Ato janë ose mirësi ose drejtësi. Kështu që kaderi është sekreti i Allahut të lartësuar. Dhe këtë sekret nuk e di, nuk e kap dot as ndonjë melek i afruar dhe as ndonjë pejgamber i dërguar. Edhe me lajket nuk e din. Para se t'i njoftoj Allahu i lartësuar se kush do udhëzohet edhe kush do të jetë në humbje. Të dërguarit nuk e din diçka të tillë përveç nëse i informon Allahu i lartësuar për diçka. Thelbin e këtyre gjërave nuk e di askush tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye, duke qenë se kaderi është sekreti i Allahut të lartësuar, autori thekson faktin se thellimi në çështjet e kaderit, një thellim që sjell shtrembrim, që bën që njeriu të mos i dorëzohet fesë së Allahut të lartësuar, të dhënave dhe fakteve, të vërtetave që përmenden në Kur'an dhe Sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është udhë që sjell dështim. Është një shkallë që shkakton privim dhe teprim e tejkalim të caqeve të caktuara nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj nuk është e udhës që njeriu të thellohet në punët e kaderit me pyetje, me vezvese, me diskutime, me debate, të cilat sjellin shtrembrimin për fytyrimin e çështjeve të kaderit, të cilat shkaktojnë humbje dhe devijim, të cilat bëjnë që njeriu të mos pranojë të vërtetat që përmenden në Kur'an dhe Sunet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të mos i pohojë ato gjëra që përmenden mbi kaderin. Ky lloj thellimi, ky lloj diskutimi është dështim, është falimentim, është humbje, është privim nga mirësitë. Është teprim, është tejkalim i kufive. Se Allahu i lartësuar këta ka caktuar një kufi dhe nuk lejohet të ta tejkalosh. Allahu i lartësuar të ka dhënë aftësitë kufizuara logjike. Mendja e njeriu nuk arrin që të kap gjithçka, nuk arrin që të shpjegojë gjithçka. Njeriu nuk është Zot. Nëse njeriu do të kapte gjithçka, do të jepte shpjegim gjithçkaje, sikur se pretendojnë qafira se njeriu do bëhet gjithçka, njeriu do shpjegojë çdo gjë, atëherë do ishte hyjni. Ata duan që të hyjnizojnë vetveten. Kurse një robi i Allahut, adhuruesi i Zotit, njeriu i përulur dhe nështruar ndaj Allahut të lartësuar e pranon thellësisht me shpirt, e pohon me gojë se aftësitë e tij mendore janë kufizuara. Sa do i ditu të bëhet njeriu, sa do njohuri të ketë me Kur'an dhe Sunetin, apo mbi shkencat e dynjas, njeriu mbetet me mangësi, mbetet i kufizuar. Kështu që nuk lejohet që njeriu të thellohet aty në gjëra për të cilat nuk ka dije, të bëjë diskutime të cilat sjellin shtrembrim, apo bëjnë që të mos pranoj
kaderin e Allahut të lartësuar, mos pohoj kaderin e Zotit, për cilën flasin argumente të shumta në Kur'an dhe Sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kaderi është sekreti i Allahut. Ne e kuptojmë se ç'është sekreti i Allahut. Disa Allahu i lartësuar i varfëron, disa i pasuron, disa me i merr jetën, disa i lën të jetojnë gjatë, disave Allahu jep smundje të rëna, ca të tjerë Allahu jep shëndet, disave u jep fëmijë, disave nuk u jep fëmijë, disa i udhëzon, disa nuk i udhëzon, këtë është punë e Zotit. Ky është kaderi i Allahut, ky është caktimi i Zotit subhanahu wa taala. Prandaj duhet bëjmë kujdes, thot autori. Duhet bëjmë kujdes të madh, të mos hellohemi në punët e kaderit dhe mos u mshojmë për shpëritjeve dhe ngacmimeve të shejtanit kur flasim për punët e kaderit. Sepse dija rreth kaderit është diçka që Allahu i lartësuar e ka ruajtur, e ka rezervuar. Ktu është fjala për gjërat ghaibie të cilat nuk i di njeriu. فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. Allahu i lartësuar dijen e kaderit nuk ua ka dhënë robërve të tij. Është fjala për çështjet e ghaibit. Se kaderi është ghaib. Në vërtet ne e besojmë kaderin, çështjet dhe rëndjet e kaderit përmenden në Kur'an dhe në hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për cilat ne kemi folur, do të flasë edhe në këtë mësim inshallah taala, por ka çështjet e kaderit që janë ghaib. Dhe diskutimi mbi to nuk ka vlerë. Janë gjëra të cilat nuk i kap dot njeriu, nuk i arrin dot. Çfarë do që të bëj? Se çfarë do ndodhën të nesër, njeriu nuk e di dot. Nuk e gjen dot, edhe pse ajo është paracaktuar, se si do të ketë përfundimin, nuk e di njeriu dot, edhe pse ajo është paracaktuar, përse filani është udhëzuar dhe ky tjetri është i humbur. Njeriu nuk e shpjegon dot, edhe pse Allahu i lartësuar ka urtësi. Allahu e ka bërë për qëllime të larta. Se ai që është udhëzuar është i denjë për udhëzimin, e ai tjetri që nuk është udhëzuar nuk ka qenë i denjë për udhëzimin, prandaj Allahu i lartësuar e ka privuar nga ajo mirësi e madhe. Ai që është udhëzuar është falënderues ndaj Zotit, ndërsa ai që nuk është udhëzuar nuk është pemë frytdhënëse. Nuk është falënderues ndaj Allahut të lartësuar, e prandaj Allahu s'e ka dhënë udhëzimin, prandaj Allahu subhanahu wa taala nuk e ka udhëzuar atë. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allahu nuk pyetet për atë që bën. Nëse njerëzit pyeten, nuk lejohet që njeriu të bëjë pyetje pse. Allahu i lartësuar këtë e ka krijuar me tmeta fizike. Pse këtë e ka krijuar pa cen, pa tmeta? Pse këtë Allahu e ka bërë të pasur, këtë e ka bërë të varfër? Pse ka vujtje, ka mjerim, ka smundje? S'lejohet që robi të bëjë pyetje të tilla. Por sepse Allahu bën çfarë të dëshirojë. Dhe ai nuk pyetet pse bën. Allahu tregon fuqinë e vet, tregon pushtetin e vet, tregon mirësinë e vet. Po të mos ishe smundja, a do ishe kuptohej vlera e shëndetit? Kur e njeh njeriu më shumë shëndetin? Masi ka vujt nga smundja apo para se me vujt për smundjes? Masi është shëruar për një smundje të rëndë, ja di më shumë vlerën e shëndetit. Dhe njerëzit duke pat smundjet, ja din vlerën më shumë shëndetit, kësaj mirësie të madhe që u ka bërë Allahu i lartësuar. Po edhe xheneti do t'ia din vlerën njerëzit më shumë, pasi kalojnë vujtjet, problemet dhe vështirësitë e kësaj dhunjaje. Njerëzit e vlerësojnë mëshirën e Allahut duke pa pasojat dhe gjurmët e zemrimit të tij. Po të mos ishte zemrimi i Zotit dhe pasojat e zemrimit të tij, nuk do vlerësojë mëshirën e Allahut. Allahu është mëshirëmadh. Ai do që ta tregojë mëshirën e vet. Dhe ka krijuar krijesat për të treguar mëshirën e vet, për të treguar mirësitë e tij, për të treguar bukurinë e vet, pushtetin, fuqinë, dijen, veprat e tij subhanahu wa taala. Por pa ekzistencën e krijesave, pa pas llojshmërinë e krijesat, pa pas gjëra të përkundërta, nuk mund të shfaqej mëshira, zemrimi e kundërta e mëshirës, fuqia, pushteti, sovraniteti, veprimi si dëshiron ai ndër krijesat, veprimi asaj që dëshiron ai subhanahu wa taala, ky është pushteti absolut. Dhe pa këto gjëra nuk mund të shfaqej pushteti absolut i Allahut të lartësuar. Pastaj urtësia e Zotit, lavdia e Allahut, drejtësia e Zotit nuk do të shfaqej pa ekzistencën e gjitha këtyre gjërave. Dhe nuk dua të thellohem shumë në këtë pikë, por e rëndësishme është që Allahu nuk pyetet për ato që bën, ndërsa njerëzit pyeten.
Nuk lejohet që njeriu të bëj pyetje pse Allahu s'e ka udhëzuar këtë, duke pas si qëllim kundërshtimin, refuzimin, mos pranimin e fesë, mos pranimin e kaderit, siç bën shumë qafira sot në kohën tonë. Thotë pse Allahu s'e ka bërë gjithë njerëzit pasur? Pse ka njerëz që vujnë? Pse ka të keqe? Këta njerëz nuk e bëjnë pyetjen për të mësuar, për të njohur urtësitë e Zotit, për të njohur më shumë me lavdinë e Allahut, me veprat e Allahut, po i bëjnë këtë pyetje në shenjë mospranimi, si kundërvendje ndaj Allahut, ndaj kaderit të Zotit, ndaj veprave të Allahut, ndaj fesë së Allahut, ndaj të dërguarve të Allahut. A kështu apo jo? Shumë njerëz kështu i bëjnë këtë pyetje. Prandaj ka thënë autori, "Faman sa'ala lima fa'al faqad radda hukm al-kitab, wa man radda hukm al-kitab kana min al-kafirin." Kush bën pyetje? Pse ka bëu Allahu këtë gjë? Ai ka refuzuar vendimin e librit, normat e Kur'anit. E kush refuzon ligjet, normat dhe vendimet e Kur'anit, ai bëhet për kafirave. Bëhet kafir, Allahu na ruaj. Kur nëse njeriu bën pyetje për punët e kaderit, pse Allahu e ka bërë këtë gjë? Pse Allahu e ka bërë këtë gjë? Si kundërvendje ndaj Zotit, si mos pranim të kaderit, fesë e Allahut, bën kufër. Se ky nuk pranon librin e Zotit. Ndërsa nëse njeriu e bën thjesht për të marrë shpjegim, për të njohur urtësinë, domethënë mund të bëj pyetjen besimtari se kush është urtësia që Allahu i lartësuar i ka bërë njerëzit në të udhëzuar dhe të humbur. Këtu mund të flitet për urtësinë. Allahu ka dashur që shfaqet mirësia e vet, ka dashur që shfaqet fuqia e tij. Allahu deshi që të shfaqet mëshira e tij, Allahu deshi që ta udhëronte dhe i bëri krijesat lloj-llojshme. Tjetër, Allahu i lartësuar e ka ditur që njerëzit që u përzjodhin dhe u bën të udhëzuar, Allahu subhanahu wa taala e ka ditur që këta janë falënderues ndaj Allahu dha udhëzimin i ndihmoi, u bëri mbar që të udhëzoheshin dhe të bëjnë punë të mira, ndërsa të tjerët që janë pemë, që nuk japin fruta, që nuk janë frytdhënës, që nuk janë falënderues ndaj Allahut të lartësuar, Allahu ka ditë që nuk janë denjë për udhëzimin dhe nuk i ka udhëzuar. Por fakti që Allahu i lartësuar nuk i ka udhëzuar ata nuk është padrejti ndaj tyre, sepse janë ata që kanë zgjedhur të keqen, kanë vepruar të keqen dhe Allahu i lartësuar pastaj i ka ndëshkuar. I ka ndëshkuar duke i mbajtur, duke i çuar dhe më larg në humbje për shkak se ata kanë zgjedhur të keqen. Zgjedhja e të keqes është nga ana e tyre. Prandaj ka thënë autori, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nuk pyetet Allahu i lartësuar për atë që bën, nuk pyetet si kundërvendje. Ndërsa të pyesësh për urtësitë e Allahut, që shtosh më shumë bindjen, shtosh më shumë besimin, nuk ka gjë. Dhe diskutimi për urtësitë e Allahut, një diskutim, trajtim që merret nga dietarët e ummetit, nga komentet që kanë bërë komentuesit ajeteve të Kuranit, haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, më që e mrekullueshme, ja shtonin imanin më shumë besimtarit, dhe unë shpalosa disa prej urtësive të Allahut të lartësuar në krijim. Disa prej tyre, kjo është një temë shumë e gjerë dhe nuk është tu koha për të folur më gjerë. Diskutimi rreth kaderit. Autori, sikurse e përmendëm, thotë nuk duhet me u thelluar në kader. Në diskutimin e punëve të kaderit. Mirë, por kjo çështje ka nevojë për një trajtim më të gjerë, se në fakt vetë autori këtu në këtë libër ka trajtuar punën e kaderit. Ka thënë se domethënë gjithçka është me kader, gjithçka varet nga vullneti i Allahut të lartësuar, se Allahu i lartësuar e ka shënuar çdo gjë dhe kaderin duhet me e besu. Në ana tjetër ka pohuar që njerëzit i bëjnë veprat e tyre, njerëzit kanë dëshirë, njerëzit kanë vullnet, njerëzit kanë aftësi për të vepruar. Këtë gjë e ka pohuar autori, që do të thotë se autori ka folur për temat e kaderit. Atëherë dejku është kufiri, që s'lejohet të kalohet. Dejku mund të flasim për punën e kaderit dhe të kush janë ato gjëra për të cilat nuk duhet të diskutojmë dhe nuk duhet që të thellohemi. Në fakt kemi një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili tregon se kur përmendet kaderi duhet me mbajtur gojën.
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e transmetuar nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, idha dhukira al-qadaru fa'amsiku wa idha dhukira ashabi fa'amsiku wa idha dhukira an-nujumu fa'amsiku wa idha dhukira al-qadaru fa'amsiku. Kur përmenden shokët e mi, sahabët, thotë ruani gojën. Mos diskutoni për konfliktet, mos marrëveshjet, grindjet që patën, që ndodhen nga fundi i periudhës sahabeve, që disa konflikte, të cilat nuk ndodhen me vullnetin, me dëshirën e tyre, konflikte, cilat u shuan elhamdulillah, ne nuk kemi qenë pranishëm kur ndodhen ato dhe sot duhet ruajmë gojën dhe jo të bëjmë si rafidhit, të cilët luftojnë Kur'anin, fenë islame, sjellin shtrembrime, duke sulmuar shokët e pejgamberit, transmetuesit e kësaj feje të madhe. Synojnë që të rrëzojnë fenë përmes shfrytërimit të figurës së shokëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Rruga atyre rruga e humbjes. Kur përmenden yjet, thotë ruani gojën. Domethënë, nuk lejohet që njeriu të lidh fatin, të ardhmen, rreshjet e shiut me yjet. Nuk lejohet që të besoj njeriu se nëpërmjet yjeve mund të njihet e vërteta, se yjet kanë ndikim në fatin apo në gjërat që do të ndodhin në botë, sikurse bëjnë astrologët, sikurse bëjnë ata që besojnë tek yjet. Ky lloj besimi është kufër, sepse të fshehtën e di vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe nuk mund të njihet gajbi e fshehta përmes yjeve. Prandaj ka thënë pejgamberi në hadith, "Wa idha dhukira an-nujumu fa'amsiku." Kur përmenden yjet, ruani gojën. "Wa idha dhukira al-qadaru fa'amsiku." Dhe kur të përmendet kaderi, përsëri ruani gojën. Çdo të thotë kjo fjalë, ruani gojën kur përmendet kaderi. Domethënë mos u thelloni në punën e kaderit, një thellim që çon humbje apo në pranimin e kaderit të Allahut subhanahu wa taala, apo që çon përçarje, ngrindje në lindjen e grupacioneve mes muslimanëve. Do ta sqaroj këtë gjë edhe pak më vonë inshallahu taala. Këtë hadith e ka shënuar Imam at-Tabarani në Mu'jamul Kabir dhe sipas Sheikhul Albanit rahimahullahu taala hadithi është i mirë. Edhe Ibn Hajar ka thënë që hadithi ka senet mirë, kështu që ky është një hadith i mirë, ka edhe një rrugë përforcuese, një dëshmi përforcuese për këtë hadith, kështu që hadithi është i mirë. Kur përmendet kaderi, me rujt gojën. Por nga ana tjetër vëllezër, ne shohim se shokët e pejgamberit kanë pyet për kaderin. Pejgamberi sallallahu ka fol për kaderin. Për shembull, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, sikur se shënon Muslimin në Sahihun e tij, tregon se një sahab që quhej Suraqa ibn Malik ibn Ju'shum i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, bayyin lana dinana fa ka'annama khuliqna al-yawm." Sa i dërguar i Allahut, na trego fen ton, na fol për çështjet e fesë, se jemi si të ishim krijuar sot. Akhbirna fima al-amal, e fima jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir, am fima nastaqbil. Tha na trego se punët tona kryhen në përputhje me atë që është paracaktuar, punët tona janë paracaktuar apo nuk janë paracaktuar punët, dhe ne në nizam fill nuk janë paracaktuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha punët janë paracaktuar. Qala bal fima jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir. Punët janë paracaktuar, janë shnuar gjitha punët që do të bëjnë njerëzit. Atëherë ky burri tha: "O i dërguar Allahut, fa fima al-amal?" Atëherë pse të punojmë? Përderisa është shnuar, është paracaktuar çfarë do të bëjë njeriu, përse duhet punojmë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Punoni se gjithë secilit do t'i bëhet mbar ajo që është paracaktuar për ta. Për shembull, nëse për njeriu është caktuar se do të jetë banor i xhenetit, Allahu ja bën mbar të bëj punë banorëve të xhenetit të shkojnë në xhenet. Nëse është paracaktuar për të që do të jetë për banorëve të zjarrit, Allahu ja bën mbar që të bëj punë banorëve të zjarrit dhe pastaj përfundim të shkojë në zjarrin e xhenemit. Çfarë konstatojmë këtu?
ky burr pyeti pejgamberin për kaderin dhe pejgamberi dha përgjigje, apo jo? Po t'ishte ndaluar një diskutim i kësaj mënyre, një pyetje e kësaj natyre, pejgamberi do të thotë mos bëj pyetje të tilla, nuk diskutohen punë të kaderit. Mirë po, kjo lloj pyetje nuk ka gjë. Kjo kuptohet nga hadithi. Këtë hadith e ka shënuar Muslimi në Sahihun e tij. Përmendet se Imran al-Husayn ka pyetur ose i ka bërë një pyetje për ta vënë provim Abu al-Aswad ad-Du'ali. Imran al-Husayn një prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Abu al-Aswad ad-Du'ali njëri prej tabiinëve. Edhe ky i thotë Abu al-Aswadit. I thotë punët që ne bëjmë thotë janë caktuar. Ky është kuptimi i transmetimit. Janë caktuar tha apo ne i nisim nuk janë caktuar. Abu al-Aswad tha janë caktuar. Është përfunduar çdo gjë, është shkruar. Dhe ne kryejmë ato që janë shkruar faktikisht. Tha, pa nuk është padrejti kjo, i tha Imrani. Thotë Abu al-Aswad atëherë do të më friksova shumë. Si më bënte një pyetje të tillë. Më tha Imrani, tha unë vetëm të vura në provë. Sa i ketë qartë këtë punë kaderit apo jo? Se në fakt punët janë paracaktuar, ky është kuptimi dhe nuk është padrejti pse Allahu e ka paracaktuar gjërat, se Allahu ka ditur gjithçka dhe ai subhanahu wa taala e ka paracaktuar. Por çfarë kuptimi atëherë ka mos tëllimi në punët e kaderit? Kanë thënë dietarët, së pari, nuk lejohet që njeriu të flasë për kaderin e Allahut të lartësuar me ide të kota, pa vlefshme, pa argument dhe pa dije. Ky është diskutimi që s'lejohet. Kur njeriu flet për çështjet e kaderit në bazë të mendimeve të kota dhe të pavlefshme, në bazë grupacioneve të cilët kanë devijuar nga rruga e Islamit, grupeve të humbura. Kur njeriu flet në çështjet e kaderit pa dije, ka njerëz të cilët edhe pse nuk kanë dije fetare, nuk kanë formim, nuk kanë lexuar literaturë fetare, nuk njohin arabisht, nuk kanë lexuar libra tefsir, libra hadith, libra akidje, kur flet për kader, diskuton me hoxhallarët që shpjegojnë këtë punë dhe debaton edhe kundërshton, e thotë nuk është kështu, duhet të jetë kështu, nuk është s'ka dije. Dhe problemi i tij është se është i cekët, nuk është thelluar, se po të ishte thelluar do të kishte të qarta këto gjëra dhe nuk do kishte kundërshtuar. Është tjetër kur pyet për të mësuar. Dhe është tjetër kur njeriu pyet në sensin e kundërshtimit, mospravanimit dhe kundërvënies. E dyta, nuk lejohet të bëhet diskutim mbi punët, çështjet e kaderit në bazë të logjikës, pa ju referuar argumenteve fetare. E thashë edhe pak më parë, logjika e njeriu është e kufizuar. Prandaj qafirat, megjithëse kanë arritur të fluturojnë hapësirë, qafiri ka arritur që të zhytet me nëndece në det, ka arritur që të bëj shpime shtresat e tokës. Nuk ka aftësi qafiri që të shpjegoj se pse ekziston e mira dhe e keqja, varfëria dhe smundja, jeta dhe vdekja. Qafiri thot erdhën rastësisht krijesat, u bën rastësisht. Por si ka mundësi që rastësisht u bën edhe jetë dhe vdekje, edhe dritë dhe errësirë, edhe ëmbël dhe e hidhët? Si ka mundësi që rastësisht u bën edhe gëzim dhe hidhrim? Këto gjëra të përkundërta nuk mund të vinë rastësisht. Ky është planifikim, ky është sistemim. Vetëm kaq po të mandojnë qafiri do të arrijnë të kuptonte se një dorë i ka rregulluar, i ka sistemuar këto gjëra, ka bërë jetë dhe vdekje. Se jeta s'do kishte kuptim pa vdekjen. Mirësia s'do kishte kuptim pa fatkeqësinë. Gëzimi s'do quhej gëzim pa ekzistencën e hidhrimit. Ujërat e kripura janë domosdoshme se do qelbeshin detet nga gjallësat e shumta të cilat vdesin në to, që ngordhin në to. Po edhe ujërat e pishme janë të domosdoshme se pa ujin e pishëm nuk jetojnë dot gjallësat në tokë. Nga ana tjetër Allahu i lartësuar ka bërë që ujërat e kripura edhe pse në sasi janë shumë herë më shumë se ujërat e pishme, të mos dominojnë
dhe të mos i bëjnë krejt ujërat të papishme. Pra, këto janë ligjet e Allahut, këto janë rregulla, janë përcaktime që ka bërë Allahu i lartësuar. Shafiri normal, kur flet me Shafirin, aty shfaqet kokforcia, thot drejt këtë, po unë si pranoj se kështu janë brymos, kështu më ka brymos Enver Hoxha për shembull, thot. Unë do t'i qëndroj besnik dogmës verbërisht Enver Hoxhës. Edhe pse Enver Hoxha ditë e natë u përpoj që talli me fetarët e me hoxhollarët, e thoshte këta janë prapambetur, feja është opium për popullin, feja e matufos popullin, por ne kemi plotësisht drejt tashmë që jo 50 vite, po të vazhdojmë 500 vite të tallemi me Enver Hoxhën dhe me njerëzit e tij, të cilët kaq gjë nuk e shpjegojnë dot, sepse ekziston jetë dhe vdekje, e mirë dhe e keqe, smundje dhe shëndet, e ëmbëlta dhe e hidhta. Pse ekzistojnë të gjërat përkundërta? Si ka mundësi që këto gjëra erdhen rastësisht? Si ka mundësi që ekziston e bukura dhe të shëmtuara? A ka logjik natyra që të krijonte syrin edhe gjërat të cilat i shikon syri, bukurit, mahnit, se të cilat i shikon syri? S'ka logjik. Të krijonte organet frymarrjes dhe ajrin që e përpunon apo e thith organi frymarrjes, organet tretjes dhe ushqimet të cilat shuajnë etjen e njeriut, tokën dhe kushtet e përshtatshme për njeriu në tokë. E pra gjitha këto nuk mund t'u japë shpjegim vetëm një besimtar në Zot. Ky është një problem tjetër. Ka njerëz që pranojnë besimin në Zot, por thotë, unë do ta përcaktoj besimin në Zot sipas mendjes time. Thotë, do të flas për besimin në Zot dhe për punët e kaderit, për planifikimin, për sistemimin që ka bërë Allahu i lartësuar, si të dëshiroj unë, thot. Si më pret mendja mu. Edhe kjo është lajthitje, edhe këta janë të humbur, madje edhe këta janë qafira, sepse njeriu faktikisht me mendjen që ka dhënë Allahu arrin të kuptoj se ekziston Zoti, se arrin kuptoj se drejtësia është e mirë, pa drejtësia është e keqe, por njeriu nuk arrin që të kapë në mënyrë detajuar punët e besimit, çështjet e kaderit me mendjen e tij. Dhe prandaj ata të cilët nuk u referohen pejgamberëve për të mësuar emrat e Zotit, cilësitë e Allahut, veprat e Zotit, urtësitë, qëllimet e larta të Allahut të lartësuar, kaderin, çështjet e kaderit, ata janë humbje. Ata janë devijuar. Dhe po të shikosh të llosh mendimet e tyre, shikon që janë mendime kontradiktore, mendime irracionale që bien ndesh me arsyen, edhe pse heqin veten, domethënë të arsyeshëm, gjykueshëm, të aftë, faktikisht kur i vën peshore mendimet e tyre, konstaton se mendimet e tyre janë pa vlerë. Si ka mundësi që një njeri mendërisht i sakt të sjellë mendime të tilla? Po problemi është se këto njerëz kanë devijuar, këto njerëz kanë lënë mësimet e pejgamberëve të Zotit. Dhe ky është dënimi për ata njerëz cilët nuk i marrin udhëzimet, nuk marrin dritë nga pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Kaderi vëllezër është sistemi i tauhidit. Prandaj ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, el-qadaru nizamu at-tauhid. Ka thënë kaderi është sistemi i tauhidit. Prandaj kush pohon se ka një Zot, po nuk e pranon kaderin, faktikisht me mohimin që ka bërë, ka rrëzuar pohimin në Zot. Se s'ka kuptim besimi tek Zoti kur njeriu nuk beson se Allahu e ka ditë gjithçka, Allahu e ka planifikuar dhe e ka paracaktuar çdo gjë, se kaderi është planifikim, është paracaktim. Allahu ka krijuar me përmasat e duhura, e ka paracaktuar gjithçka. Përderisa njeriu arrin të kuptojë që një inxhinier e projekton një pallat dhe e paracakton se si do të bëhet pallati dhe e di se çfarë do ndodh gjithçka imtësisht, edhe pastaj ky arkitekt ja e projektin një zbatuesi dhe i thot, ma zbato projektin, edhe e vëzhgon dhe nuk lejon që të bëj lëvizje, edhe 1 centimetër nuk e lejon. Apo jo? Përderisa njeriu ka aftësi që të bëjë një projekt tillë dhe ta vënë në zbatim këtë mënyrë, e qysh mos ta pranoj logjika e njeriu se krijuesi i gjithësisë, i cili ka krijuar gjithë këto mrekulli, ka vendosur të gjitha këto ligjësi, nuk ka aftësi, nuk ka pas dituri, nuk ka pas aftësi që të bënte paracaktimin dhe gjithçka të ndodh në përputhje me paracaktimin dhe përmasat që ka caktuar Allahu i lartësuar.
Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira." Allahu i lartësuar ka krijuar gjithçka dhe ai u ka dhënë për masa gjithçka, ka bërë paracaktimin dhe ai ka dhënë për masa gjithçka, subhanahu wa ta'ala. Ajetet që flasin për kaderin, domethënë janë ka dhe ajetet tjera të cilat flasin për kaderin, po mjaftohemi me kaq. E treta vëllezër, diskutimi, domethënë çështja e tretë që hyn ke diskutimi i palishëm lidhje me kaderin e Allahut të lartësuar. Të diskutojë njeriu për gjëra të cilat janë të fshehta. Për atë anën e kaderit që është e fshehtë, që nuk e kap dot mendja e njeriu. E katërta, të diskutojë njeriu me diskutim refuzues, mos pranues. Dihet që kaderi është ghaib dhe në punë të ghaibit besimtari i dorëzohet Allahut, e pranon gjithçka që ka ardhur nga Allahu i lartësuar. Në rast se njeriu nuk është i prirur, nuk është i gatshëm pranoj kaderin dhe gjitha çështjet e kaderit, kur i vijnë ajetet dhe hadithet, ky është diskutimi i ndaluar. Dhe e katërta ose e pesta janë pyetjet kundërvendëse. Si pyetja pse Allahu këtë e ka udhëzuar, atë e ka humbur, këtë e ka bërë të pasur dhe atë e ka bërë të humbur. Kur njeriu bën pyetje të tilla me qëllim për të refuzuar kaderin, domethënë për të kundërvënë Allahut të lartësuar. Ndërsa nëse bëhen pyetje për shpjegim, për të kuptuar urtësitë e Allahut subhanahu wa taala në krijim, nuk ka gjë. Këto domethënë janë disa nga ato arsyet që ka përmendur domethënë dietar, ose domethënë kjo është shpjegimi që kanë bërë dietarët, pjesë hadithit, kur përmendet kaderi ruani gojën. Domethënë diskutimi i kësaj natyre. Mund të përmendim këtu dhe diskutimi që sjell përçarje. Qofse bëhet diskutimi në natyrë të tillë që shkakton përçarje, të lejohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë, sikur se përmendet në një hadith, i gjen shokët e tij duke diskutuar për kaderin. Po haheshin me njëri tjetrin. Pejgamberi thonë ne frikos shumë. U skuq në fytyrë, u skuq aq shumë sa që duke fytyra e tij sikur të ishte çar një sheg. Fytyrat e tij, mollzat e fytyrës së tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj u tha e bi hadha umirtum am bi hadha ursiltu ilaykum, a për këtë gjë jeni urdhëruar? A me këtë gjë jam dërguar unë mes jush? Innama ahlaka man kana qablakum hina tanaza'u fil qadar. Ata cilët ishin para jush u shkatruan për shkak se e tepruan me diskutimin kader. U përçan në diskutimet rreth kaderit të Allahut të lartësuar. Ky është shkaku që çoi në humbjen dhe në shkatrimin e njerëzve më përpara. Dhe prandaj pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky ummet duhet të ruhet nga diskutimet të cilat sjellin përçarje. Dhe diskutimet që sjellin përçarje në fakt janë diskutimet e grupeve të humbura, të cilët kanë refuzuar kaderin e Allahut subhanahu wa taala, apo e kanë tepruar në pohimin